5 vjet të papaguara që punon si ndihmës mjeke? 4 vjet, 4 vjet kolegji dhe 4 vjet të mjekësisë janë të papaguara, domethënë do paguash ti. Ndërsa 5 vjet është rezidenca praktika. Këtu fillon dhe paguash, por pagesa është shumë minimale, është sa për të përballuar ato expenses ditore, gjëra që të duan, domethënë nuk është ndonjë pagesë kush e di, është sa për të mbijetuar, që bëhet e vështirë nëse jeton në një qytet që është shumë i shtrenjtë, sidomos siç është Washington DC. Dhe gjatë kësaj kohe ushtrohesh si mjeke apo çfarë pozicioni ke, çfarë angazhimi ke dhe me sa më kujtoj nga bisedat tona është orar pa orar kjo rezidenca. Edhe këtu hyn ajo pjesa që sa e vështirë është rruga, sidomos nga ana personale ose emocionale, sepse orët janë të zgjatura. Ti do punosh 80 orë në javë, mund të kesh një ditë pushim në 2 javë, dhe kjo është bërë paralelisht që unë kisha dhe djalin shumë të vogël, edhe paguash shumë pak gjatë kohës, kështu që nuk do ja dilja dot absolutisht nëse nuk do kisha mbështetjen e partnerit burrit tim, që t'i bëja gjithë. Përshëndesim Gjergjin se ka duruar shumë, e vërtet është. Dhe të ka ndihmuar shumë. Kështu që janë gjëra që nuk do t'i kisha bërë dot, po mos ta kisha ndihmën dhe oraret janë të zgjatura, për shembull do jesh në call ose në shërbim, si i thon në shqip, që je 24 orë për shembull larg shtëpisë. Je në pritje të telefonate praktikisht. Po, kur dejurn i themi ne. Ishte specific kur kisha rotation që isha në ICUs. Atëherë gjatë asaj kohe unë mund të dilja nga shtëpia shumë herët, nuk e shihja djalin kur zgjoheshe, edhe kur vija pastaj ditën tjetër ishte prap orari që ai ishte në gjumë se ishte shumë i vogël, kështu që unë mund të shkoja gati 2 ditë ndonjëherë që nuk e shikoja, edhe kujdesej vetëm burri gjatë asaj kohës. Është një sakrificë shumë e madhe dhe shumë e dhimbshme kur e mendoj që ka qenë tani që kam djalin akoma më të vogël, po kam më shumë kohë që mund të shpenzoj me të, e kuptoj që kam munguar një pjesë shumë të rëndësishme. Ai ka qenë i vogël, s'ka qenë as 1 vjeç, nuk do t'i mbaj mend, po unë e mbaj mend atë dhimbjen që nuk mund t'isha aty gjatë gjithë kohës. Është okay, nuk duhet të ndjesh, mos e mbaj mendjen aty. Shijo këto që kemi. Dhe meqense jemi tek pjesa e shijimit, si u ndjeve ti tek ai momenti kur certifikove nga bordi amerikan i dermatologjisë? Në një farë mënyrë e shlyen gjithë atë sakrificë edhe financiare ai momenti i certifikimit dhe kur mbyllen borxhet e kredive studentore për një dermatologe? Akoma s'janë mbyllur, kështu që. Do mbyllen brenda kësaj dekade të paktën? Urdhra? Do mbyllen brenda kësaj dekade apo mund të shkojnë për te? Kur mora vesh që kisha kaluar provimin që tani e mbarova, domethënë praktikën, mora provimin për të dalë, domethënë tamam për të bërë dermatologe, ditën që e marr me zi, po prisja që të dilte emaili, e kam kontrolluar, kam ndjenjë në kompjuter gjithë kohës, domethënë derisa ka erdhur emaili, dhe kur e pash më në fund, ato emocionet e para kanë qenë, e para ishte çlirim, që e mbarova, e kalova dhe pastaj jam gëzuar jashtëzakonisht shumë, e mbaj mend, kam bërtitur, kam qarë në të njëjtën kohë, dhe u ndjeva jashtëzakonisht e emocionuar dhe mendova për të gjitha ato, domethënë që e kisha kaluar që ta arrija në këtë pikë, por në të njëjtën kohë më erdhi dhe një kështu si pesh, një përgjegjësi aq e madhe që tani si isha më në praktik. I kalova, po tani do isha komplet vetëm, kuptimin që isha unë dhe pacienti dhe përgjegjësia ishte akoma më e madhe, që tani çdo vendim që marr ndalon tek unë. Nuk mund të kthehem mbrapa dhe të them, kam një pyetje për mjekët e tjerë që po më mësonin mua kur isha praktikante. Kështu që ishte jashtëzakonisht emocionuese dhe një krenari shumë e madhe. Çliruese dhe po edhe përgjegjësi, interesante. Po, jashtëzakonisht që kanë pesh.
shumë. Po, Tani ti absolutisht. ke punuar dhe brenda sistemit në sistemin privat, por tani je në MedStar që është sistemi publik, edhe pse këtu në Amerikë është ndryshe nga mënyra se si e dim ne publikun të paktën në Shqipëri, dhe ke pasur dhe një eksperiencë të shkurtër gjatë kohës që bëje trajnimin edhe në Shqipëri. Po më trego pak për në Amerikë të rrim këtu. Çfarë ndryshon në raport për pacientin që vjen tek një dermatologe nga sistemi privat tek ai publik? Ka ndonjë ndryshim? Tani, unë pasi mbarova rezidencën, puna ime e parë fillova në një klinik private, për gati 6 vjeç, kështu që pata goxha eksperiencë atje dhe tani po bëj 6 muaj që kam filluar në një qendër akademike. Mënyra se si kujdesesh për pacientin është njësoj, në kuptimin që ti do ofrosh të njëjtën medical care, për një problem do t'i ofrosh pacientit ato nga ana mjekësore, çdo gjë që është evidence based, më kupton, do ndjekësh shkencës, gjërat që janë available. Kështu që ato që do t'i ofrosh pacientit është e njëjta gjë. Çfarë bën diferencën është që në qoftë se një pacient është më i komplikuar nga ana mjekësore edhe ka nevojë për specialitete të tjera, kur je në një qendër akademike siç jam tani, unë e kam shumë të kollajshme që të flas me reumatologun, me kardiologun, kështu që ke atë multidisciplinary approach që një klinikë e vogël private nuk ta ofron. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe. Abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.